Pas rreth 30 vitesh, banorët e lagjes Dushse në Vaudès tashmë janë në rrugë të rehabilituar të shtruar. Gjendja e amortizuar e rrugës prej vitesh ishte kthyer në një problem të përditshëm për banorët, të cilët kishin kërkuar ndërhyrjen e bashkisë për përmirësimin e saj. Kryetari i Bashkisë Vaudès, Kristian Shkreli, thotë se rehabilitimi i këtij aksi ishte një kërkesë e drejtë për drejtë e komunitetit dhe se ndërhyrja synon të krijojë banorëve kushte më të mira lëvizje. Sipas tij, përmirësimi i rrugës është veçanërisht i rëndësishëm për fëmijët, të cilët e përdorin atë çdo ditë për të shkuar në shkollë dhe lëvizjet e tyre. Aktualisht ndodhemi në lagjen e Durrësve, në qytetin e Vaudèsit, një rrugë që 30 vite është kanë në gjendje shumë të keqe, skandaloze, e cila sot po mohet një fjalë e dhënë këtyre banorëve dhe sot po shtrohet asfalt dhe besoj që ju lehtëson jetën banorëve të zonës, qarkullimin me makina dhe fëmijët që shkojnë nëpër shkolla, sot nuk shkojnë më nëpër balë, por shkojnë nëpër asfalt. Me përfundimin e punimeve, pritet të lehtësohet qarkullimi i mjeteve dhe lëvizja e këmbësorëve, duke e përmirësuar ndjeshëm aksesin e banorëve me pjesët e tjera të zonës. Ndërhyrja vijon pas një periudhe të gjatë së cilës rruga kishte mbetur në një gjendje të amortizuar dhe pa investim të plotë.